Rruga e Arbërit në fshatin Plani Bardh të bashkisë Klos vijon të jetë rrezikuar. Në një gjatësi të konsiderueshme, kjo rrugë ka pësuar çarje në anën e poshtme duke rrezikuar gjithë trasen. Edhe pse kjo ka ndodhur prej javësh, ende deri tani nuk është marrë asnjë mas, teksa firma ndërtuese nuk ka bërë ndërhyrje. Pjesa e shembur i përket një muri mbrojtës që ishte ndërtuar pak poshtë trasesë së rrugës, ndërsa tani ka nisur të hapur të zgavur në asfalt. Rreshtet e shiut të rëna gjatë muajve të fundit të vitit të kaluar dhe muajt e parë të këtij viti nxorën në pa problemet në këtë rrugë, ku në mungesë të një sistemi të mirëfillt për kullimin e ujrave, pati çarje të anës së poshtme të rrugës duke vënë në rrezik gjithë trasen. Specialistët thonë se rruga e Arbërit në fshatin Plani Bardh të bashkisë Klos nuk duhej të kishte probleme të tilla, pasi është ndërtuar që në vitin 2011 dhe bazamenti i rrugës ka qenë i qëndrueshëm. Ata e lidhin këtë fenomen me mungesën e drenazhimit dhe ndërtimit të kanaleve të betonizuara grumbulluese të ujit që nga qafa e bollit. Po ashtu rruga e Arbërit vijon të ketë probleme edhe në segmentin nga tuneli numër 2 deri tek tuneli i Murrizit në njësinë administrative Zibër të bashkisë Klos.